Për një fëmijë, familja është bota e tij e parë. Është vendi ku mëson çfarë është dashuria, siguria dhe besimi. Kur kjo botë tronditet nga divorci i prindërve, fëmia shpesh nuk e kupton plotësisht çfarë po ndodh, por e ndjen thellë ndryshimin. Divorci nuk është thjesht një ndarje mes dy të rriturve. Për fëmijën, ai mund të jetë një përvojë që ndryshon mënyrën se si ai e sheh veten dhe botën përreth. Në këtë video do flasim hapur dhe me ndjeshmëri se si ndikon divorci te fëmijët. Çfarë emocionesh përjetojnë ata në moshë të ndryshme dhe çfarë mund të bëjnë prindrit për ta bërë këtë proces sa më të butë për ta. Si e kuptojnë fëmijët divorcin sipas moshës? Fëmijët 0 deri në 5 vjeç. Fëmijët e vegjël nuk e kuptojnë konceptin e divorcit, por e ndjejnë mungesën dhe ndryshimin. Ata mund të shfaqin ankth ndarje, të qara të shpeshta, regres në sjellje. Për ta, stabiliteti dhe rutina janë thelbësore. Ndryshimet e shpeshta i bëjnë të ndjenë të pasigurt. Fëmijët 6 deri në 12 vjeç. Kjo grup mosh fillon të kuptojë se çfarë është divorci dhe shpesh ndjen faj duke menduar se ka bërë diçka gabim. Përjeton trishtim dhe zemërim. Mund të ketë vështirësi edhe në shkollë. Fëmijët në këtë moshë kanë nevojë për shpjegime të qarta dhe siguri se janë të dashur nga të dy prindrit. Adoleshentët 13 deri në 18 vjeç. Adoleshentët e kuptojnë divorcin më racionalisht, por emocionalisht mund të reagojnë fort. Ata shpesh shfaqin zemërim ose izolim, humbasin besimin në marrëdhënie. Marrin role të rriturish para kohe. Edhe pse duken të fortë, adoleshentët kanë nevojë për mbështetje dhe dialog të hapur. Divorci mund të shkaktojë një sër emocionesh tek fëmijët. Trishtim për humbjen e familjes së përbashkët, frikë për të ardhmen, zemërim ndaj njërit apo të dy prindërve dhe ndjenjë braktisjeje. Këto emocione janë normale dhe nuk duhet minimizuar apo injoruar. Disa fëmijë reagojnë me ndryshime në sjellje, si agresivitet, tërheqje sociale, probleme me gjumin apo ushqimin. Në disa raste, divorci mund të ndikojë edhe në zhvillimin e vetëvlerësimit dhe besimit tek të tjerët. Divorci dhe performanca në shkollë. Stresi emocional shpesh reflektohet në shkollë. Fëmijët mund të humbasin përqendrimin dhe të kenë rezultate më të dobta. Gjithashtu, ata shmangin aktivitetet sociale. Mësuesit dhe shkolla mund të jenë aleatë të rëndësishëm në këtë proces. A është divorci gjithmonë i dëmshëm? Jo gjithmonë. Në disa raste, një divorc i qetë është më i shëndetshëm se një martesë me konflikte të vazhdueshme. Fëmijët vuajnë më shumë nga tensioni i përhershëm sesa nga ndarja vetë. Mënyra se si menaxhohet divorci është shpesh më e rëndësishme se vetë divorci. Prindrit luajnë rolin kyç në mënyrën se si fëmia e përjeton divorcin. Komunikimi i hapur dhe i sinqert, shmangja e konflikteve para fëmijës, mos përdorimi i fëmijës si ndërmjetës. Fëmia ka nevojë të ndjejë se nuk duhet të zgjedhë mes prindërve. Bashkëprindërimi i shëndetshëm ulëndjeshëm ndikimin negativ të divorcit. Kur prindrit bashkëpunojnë, fëmia ndihet më i sigurt, ruhet rutina dhe stabiliteti, zvogëlohet stresi emocional. Edhe pse marrëdhënia romantike përfundon, përgjegjësia prindërore vazhdon. Por, si t'i ndihmojnë fëmijët të përballojnë divorcin? Dëgjojini pa gjykim. Sigurojeni se nuk janë fajtor. Mbani rutina të qëndrueshme. Kërkoni ndihmë profesionale kur është e nevojshme. Ndihma psikologjike nuk është shenjë dobësie, por kujdesi. Fëmijët duhet të dëgjojnë vazhdimisht: "Të duam ty. Nuk është faji yt. Do të jemi gjithmonë prindrit e tu." Këto fjalë ndërtojnë siguri dhe shpresë. Divorci është një përvojë e vështirë, por nuk duhet të përcaktojë të ardhmen e fëmijës. Me dashuri, komunikim dhe mbështetje, fëmijët mund të rriten të fortë dhe të shëndetshëm. Ajo që i mbron më shumë nuk është martesa perfekte, por prindër që qëndrojnë të pranishëm edhe pas ndarjes. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit.